do të ndalemi tani te shkallët të rëshqitse më të gjata në botë, të cilat ndodhen në Chongqing dhe janë inauguruar vetëm pak ditë më parë. Njihen si Wushan Goddess Escalator, sipas mediave shtetërore kineze, struktura shtrihet në 905 metra gjatësi dhe ka përcen mbi 240 metra diferencë lartësie. Ne po i shohim së bashku në këto momente, projekti synon që të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen urbane në një qytet të njohur për terrenin e tij të thyer dhe ndërtesat e ndërtuara në shpate të pjerta. Autoritetet lokale konsiderojnë këtë investim si një zgjidhje praktike për transportin e përditshëm të banorëve, por edhe si një atraksion turistik modern. Ajo çfarë Kina bën është që patjetër ditë pas dite vijon të investojë në infrastrukturë inovative duke kombinuar funksionalitetin me zhvillimin urban dhe promovimin e turizmit. Shkallë lëvizëse, po nuk po flasim për shkallë brenda ndonjë qendre tregtare, por që lidhin qytetin nga një skaj në tjetrin, duke mundësuar kështu lëvizjen e njerëzve pa humbur kohë, sepse me sa duket në Kinë kanë kuptuar që koha është e shenjtë.